dashur vllazën edhe motra, unë vi sot për Austrisë ku kam emigruar prej 14 viteve. Për me vazhdu studimet e doktoraturës teme, masim ramin tem të tana rrugë, të tana dyrë të myllen. Tjetri tupim i mrekullueshëm e ka pas emrin Dita e Diasporës. Unë jam sot këtu si simbol për me tregu që diaspora nuk ka dhe nuk ka vetëm një ditë këtu, por është çdo ditë këtu, çdo ditë. Leta tona hapun, diaspora bleni ilaçet e shëndetësisë falas, për nanat edhe për papallar tanë. Diaspora pagun faturat e energjisë elektrike dhe të ujit, që ju nuk i keni. Diaspora mush dyqanet, bizneset, restorantet, hotelet gjatë verës. Diaspora restoran shtëpitë e praktisuna. Diaspora mban gjaf shtatat që shteti ka harru prej vitesh. Pa diasporën, mira familje nuk do të pjetonin e nuk do të përmbushnin dot as nevojat bazike të jetës së përditshme. Diaspora është një sakrificë pa analim, është nana që qanë telefon se e ka djalin mira kilometra lërg. Diaspora është baba që për gjithë vitin për me ka fëmijët e vetë 2 javë në verë. Diaspora janë gjysha që humi fëmijën e nipave dhe të mesave tyne. Diaspora është vajza që punon natë e ditë për me i çu paret familjes këtu në Shqipëri, prindve të saj. Ky vend që është harru